Kombëtarja shqiptare është në përgatitje për ndeshjen e shumëpritur ndaj Serbisë që do të zhvillohet të shtunën në arenën kombëtare në Tiranë, por sipas ish komentatorit dhe gazetarit sportiv Dritan Shako Hoxha, atmosfera që po krijohet nuk është pozitive për kuqezimt. Gjatë një interviste televizive, Shako Hoxha e konsideron lajm të keq mungesën e grupimit tifozat kuqezi në stadium për shkak se nuk kanë siguruar bileta, si dhe kritikon prezencën e shtuar të forcave të sigurisë që sipas tij nuk përputhet me kulturën sportive të tifozërisë shqiptare. 1500 forca policie thot njëri, 1300 thot tjetri, por Shqipëria nuk ka histori huliganizmi, rëmujrash, apo që tifozët të prishin ndeshjet e ekipeve të tyre, siç kanë serbët. Ne në Tiranë po sillemi siç serbët organizojnë ndeshje. Futbolli për ne është fest, familje, pasion dhe dashuri, tha Shako Hoxha. Ai gjithashtu kritikoi çmimet e biletave që variojnë nga 20 euro deri në 500 euro, duke akuzuar FSHF-n për komercializëm të kombëtares. Janë shumë të shtrenjta. FSHF e sheh kombëtaren si një mall për të shitur nga e cila duhet të përfitojë shumë para. Megjithatë, në aspektin sportiv, Shako Hoxha është optimist për një fitore ndaj Serbisë, duke theksuar cilësinë e skuadrës aktuale që sipas tij është më e mira në historinë e Shqipërisë. Momentalisht kemi skuadrën më të mirë që kemi patur ndonjëherë në histori. Nuk kemi pasur kur futbollistë që luajnë në finalet e Champions League, që ngrejnë trofeun e Europa League. Besoj dhe shpresoj që të jetë edhe skuadra që të arrijë një fitore bindëse kundër Serbisë. Për rezultatin, ai parashikon një fitore 1-0 me gol të Mirlin Dakut, i cili sipas tij do të festojë duke treguar tatuazhin që mban. Në fund, Shako Hoxha vlerëson se kjo ndeshje është vendimtare për ëndrrën e botrorit, duke theksuar: "Unë besoj shumë që po fituam të shtunën. Jemi me një hap në vendin e dytë që do të thotë play-off." Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.